Ka në një gjë që i vlerëson zotit Rama dhe i qeverisë së tij? Po, diçka e ka faktikisht. Çfarë? Është raportet që mban me ndërkombëtarët dhe si e bën Shqipërinë të duket në... Të pëlqeu samiti këtu, bëri spektakël. Ishte një nivel që nderon Shqipërinë. Po mirë, po zoti Berisha pardien mos gaboj, që ishte ajo që i vetmi narkoshtet në Evropë është Shqipëria. Imagjino ato agjensitë është dam kezes, nuk është turizmit. Jo, imagjino ato që nga 12 muajt e vitit, 8 muaj kanë qenë kështu në pritje sa të vit tani, i këput Berisha një narkoshtet atje, dhe kjo është ta shash Shqipërinë në anglisht. Cili është komentimi? Është një dam kezes. Është një njollë e zezë që shteti shqiptar nuk ja ka bërë Sali Berishës. Unë mendoj që drejtësia po bën punën e saj. Po tani flasim që kështu se edhe juriste. Po prisnim rezultate, do të thosh Alisja i ka maksimale, jo. Po bën punë, po bën. Po ta krahasosh drejtësinë në kohën e doktorit nuk ka pasur shans që një ish kryetar bashkie, një ish president, apo ish funksionar, ish ministër të ishte i akuzuar të burgosur pa diskutim. Kur jeni diplomuar ju si juriste? Unë si juriste jam diplomuar në 2017. Në cilin universitet? Te Universiteti Europian i Tiranës. Ju keni një studio avokatie? Po. Me çfarë çështje civile apo penale? Unë jam shumë me çështjet penale, pasi e kam bërë dhe specializimin për master shkencor penal në marrëdhënie ndërkombëtare. Marrëdhënie ndërkombëtare. Me çështje penale? Po. Sa gjyqe ke fituar? Po, jo të gjitha i kam fituar, po shumicën e kam fituar. Në SPAK ke kështu në një klient? Jo, për momentin jo. Nuk ke? Kam pas prokurorin, gjykat apelit, Ke fituar gjyqe plot? Ke fituar, i ke liruar? I kam fituar. Me sukses. Bravo. Do të bilancin e ke me shumë fitur? Po, kam marrë edhe çështje civile për vërtetës, po, se i marrë gjitha llojet e çështjeve, varet nga volumi, por që specializimin më shumë pyete për shkollimin e kam penal. Cila është ajo klauzol në kodin penal që ti si juriste do doje ta ndryshoje? Faktikisht do ishte kjo për pedofilët. Për mua duhet të kishin dënim me vdekje. Po ne s'kemi dënim me vdekje. Këtë klauzol pra do doja ta ndryshoja vetëm për këtë. Jo, duke qenë se kjo është një sport popullor pastaj. Jo, isha e ftuar faktikisht në një emision para 2 ditësh tek TV-shtja dhe është fiks çështja dhe tema që po flisnim edhe më thonin që çfarë do doje ti të bëje. Po mi pas kemi, jo, në rast në kondicionin që ne nuk e kemi, çfarë do të bëjmë? Kjo është e vetmja gjë që unë kisha kështu dëshirë personale, më saktë. Sepse trauma dhe ndryshimi i jetës që i shkakton një fëmijë është i parikuperueshëm çfarëdo lloj dënimi të marrë për dënuese. Ka një, po themi, inicim për të ndryshuar mënyrën e arrestimit politikanëve. E kam fjalën pas rasteve të zotit Meta, zotit Veliaj, që të mos jetë në flagrancë, mos jetë me atë, po themi, me atë shohun, po të jetë me atë mënyrën që politikanit vazhdoj aktivitetin e tij politik dhe vetëm gjykata pastaj nëse dënon është tjetër. Je dakord me këtë? Jo, nuk jam dakord fare. Për mua drejtësia ka bërë punën e saj siç duhet ta bëj, sepse për mua Po ti ishe prokurore ti ç'të bëhet? Ti arrestoj kështu pa gjë. Një korruptuar dhe një hajdut nuk kanë ndonjë diferencë. Kështu që hajdutin ato e arrestojnë siç duan. Pse një ish të korruptuar mos ta arrestojnë si ai? A është ligji i njëjtë përpara të gjithëve apo duhet bëjmë diferencë ne për hajdutin ordiner ta trajtojmë ndryshe dhe për politikanin se ka vjedhur me stil ta drejtojmë ndryshe? Po jo, më zot. Se shkojnë mendja për të bërë karrierë në Kam pas pasion politikën, edhe nuk i ndahem politikës. Kështu që unë tani që u futën politikë nuk bëhet dot pjesë absolutisht. Është shkruar atje. Është e shkruar dhe specifikuar. Po në qoftë se do kishe drejtimin e drejtësisë, pra do garojnë në SPAK? Për SPAK, për të qenë anëtare pjesëtare e SPAK-ut? Jo, BKH-ja do më pëlqente më shumë. BKH-ja, hetimi në terren, ë? Po. Po pse? Ka një arsye të veçantë? Jam më natyrë dinamike. Dhe pa diskutim aty do më dukte boring, e lodhshme, mërzitshme, vetëm me dosjet në zyrë dhe në gjyq. Do ishte më interesante. Do isha atje në arrestimin e Ilir Metës atje?
Kjo është hipotetike tani. Me BK-n, në fakt, s'vajti fare BK-n atje, ja lanë policisë ata, se u bëjnë. Prandaj pra. Sa ishte një arrestim i çuditshëm ka qenë tani. 24 orë përpara Meta kishte qenë në SPAK, mund të arrestonin atje. Brenda atje, vjen policia dhe arreston. A je dakord me këtë? Nuk komentoj vendimet që merr drejtësia. Drejtësia i merr edhe pa diskutim ka arsyet e saj dhe për mënyrën se si i merr. Se nëse ti këtu vjen e më thua mua, Alicia, mënyra Metës ishte kështu, pse nuk thua ti që mënyra se si ju drejtua Meta, o dumduman, unë nga burgu do ta shbëj atë censur. Atë kujtohet kjo deklaratë? Kjo do duket një deklaratë ndenje një ish presidenti ndaj kreut SPAK-ut? Jo, nuk ishte denjë. Atëherë? Po të arrestohet një ish presidenti i ish kryeministri në atë formë nuk është denjë, zonjush Balliu, se tani këto janë vendime që i merr drejtësia, nuk përkas. Jo, ishte ekzekutivi vendimi. Ishte ekzekutimi vendimit, unë nuk përgjigjem jo për arsye specifike, por që nuk është në kompetencën time, ato e dim për çfarë kam bërë, pa diskutim. Në shtator ndrohen deputet dhe ikin ata që të vjetrit dhe vinë të rinj. Si e shikon këtë ndryshim të grupit parlamentar? Si është cilësia? Në aspektin profesional flasun. Pa cilësi. Pa cilësi. Pa cilësi. Po të kishin cilësi do ishin në qeveri. Do doja një koment, zoti Sula është deri në shtator deputet. Mund të ndikoj ai në këto zhvillimet në Partinë Demokratike? Zoti Sula ka qenë një ndër individët që punoi më shumë me diasporën në PD-n e Elbasanit. Po, dhe pastaj nuk garoi fare. Punoi pafund dhe ka qenë afër qytetarëve dhe këtu ta them me bindjen plot që një mandat ka ikur vetëm prej zotit Sula. Në Elbasan. Në Elbasan, dhe për këtë ti është i bindur. Po, unë e besoj. Dhe është, jo, e besoj kjo është realiteti, për mos çdo lloj analize që bëjnë këto madhështorët, se janë madhështorë në vetvete, zoti Sula ishte i person që punoi, ishte i person që ju mohu kontributi, ishte një person që doli i pari në gjithë qarkun e Elbasanit nga primar dhe u futën 3 të tjerë që ishin poshtë zotit Sula. Për arsye personale të leadershipit, sepse i friun vesh Flamurnoka me kompani, nuk e donin dhe tha ti nuk bën, hikore dashi se këta do fitojnë, madhështorët. I thanë do dalim 7 me 7, unë dhe dashi thonim del 10 me 4 dhe përfundimi pastaj u habitën shumë, i vodhën ditën tjetër. E kishin alibin gati. Alicia, duaj mendim të tillë që u bërë personazh publik në media, të deshën gazetar, të ftojnë, edhe të vazhdojnë të ftojnë, po sa ka ndikuar media te Partia Demokratike për këto gjitha zhvillimet e fundit dhe te kjo humbje? Ka ndikuar për mirë, ka ndikuar për keq? Tani, Partia Demokratike ka qenë më shumë media se vetë pushteti. Për hir të vërtetës. Ka qenë shumë, më? Po. Po pse ankohen ata pse? Ato ankohen për arsye se nuk kanë ditur të vendosin cilësinë e duhur, të vendosin programin e duhur, po u morën duke mashtruar veten, jo qytetarët me lasivitën. U morën me një kontratë që nuk e shpjegonin dot nga vinin burimet. Flisnin për korrupsionin këte 6 milion që nuk e shpjegonin dot. Dhe kur ti ke një antivlerë, si që është qeveria, si pas teje dhe kjo qeveri ka bërë 1 milion të zeza, si që thot zoti Berisha, ti zotri pse nuk fiton. Sepse ti nuk je vlera. Nuk je vlera që ta mposhtësh antivlerën. Dhe një antivlerë, përballë një antivlerë, shqiptarët vendosën të rinë aty ku ishin. Ti nuk je vlerë, ti nuk je i papërlarë, ti nuk je një individ, si që është doktori i ri, që mund t'jetë... Ke fjallën për zotin Ali Mehmeti? Po, se doktori, i them. Jo, po doktora është ai, se unë e kisha këtu, i thashu një doktor, humbi një doktor fitoj. Një doktor, nuk je ai lloj individi i cili je i papërlar dhe ke gojën dhe ke xhaketën e bardhë, flasësh për korrupsion. Si pasi këtë punë e xhaketës. Se, sepse ti thua Rama i korruptuar, Rama ka bërë këtë, Rama ka bërë atë. Ndërkohë ti flet për korrupsionin vetë, je shpallur një personazh non grata dhe akuzohesh për korrupsion nga shteti më i madh në botë. Dhe këtu ty të bie analogjia. Se do ikin SBA nuk vajte. Jo në mars, jo në qershor,
Nuk vajte, se ka rënë non grata. E trajtove sikur të ishin gjithë gazetarët budallënj. Departamenti i Shtetit Amerikan, zotëri, kur jepin deklaratë siç e dha për rastin Berisha, edhe nga fasha vetë zyrtare, ambasadës amerikane në Shqipëri, po nga ajo faqe do përgënjeshtronte edhe lajmin e non gratës zotit Berisha. Se kësa i thënë, më tha mua një gazetar që sheshur non grata. Non grata është diçka serioze, që si të zhvihet zyrtarisht, hiqet po zyrtarisht. Na është një orisa ka mund për fushën, për kace. Kështu që në të gjitha këto faktorë kanë ndikuar tek Partia Demokratike, tek humbja personale dhe thellë e Berishës dhe besnikëve të tij, që janë këto emrat që unë të përmend, sepse emrat që të përmend unë ty kanë pas të drejtën e vendimarrjes në staf, në program, në përcjelljen e mesazhit dhe në rezultat. Okej, do fillosh fushatën tani si kandidate për kryetare e Partisë Demokratike? Nëse hapet gara pa diskutim që po. Pse ekziston mundësia që mund mos hapet gara? Po tani presim zhvillimet. Nëse gara do hapet në shtator, unë do garoj për kryetaret e Partisë Demokratike. Jo, ti e lajmi tani, mos më thojnë, iqi këto në se tani. Ti do garosh për kryetare e Partisë Demokratike, kaq. Patjetër. Po pra. Po me që nise këtu e the këtu, do të thosh një diçka antarësisë që sot, diçka që ti në formë mesazhi, në formë thirrje, sepse e ardhmja e Partisë Demokratike tashmë nuk është thjesht një çështje vetëm e Partisë Demokratike, është çështje edhe kombëtare, është për opozitën. Dhe the shumë bukur që thirrja që kam unë për demokratët, për antarët e Partisë Demokratike dhe për gjithë shqiptarët është që të ndërtojmë një të djathtë të fortë, një të djathtë të bazuar në vlera, një të djathtë bazuar në integritet, një të djathtë që t'i shërbej interesit kombëtar, jo interesit personal, së shumë e rëndësishme. Një e djathtë që frymëzon, një e djathtë që jep shpresë, një e djathtë që nuk hesht për karriken dhe rrogën e deputetit, që ta bëjt zezën të bardhën zezë. Kjo është mesazhi për rrogën e deputetit, ë? Po rroga nuk që keqe në fakt, ë? Për gjithë. Edhe që keqe nuk e se mbi 5 milion të vjetra u shkon. Më pak, diçka më. Po jo, me dieta, me gjitha aq që shkon. Bën koste, po. Po jo, shkon, nuk janë keqe ta, kanë bërë rrogën. Ata janë opozit, po në fakt nuk janë opozit. Po delte llafet e mia, që fitoj Rama, fitoj dhe Berisha. Alesia, të falenderoj shumë për këtë intervistë. Falenderoj dhe unë. Edhe pse ke qenë kaq aktive në media, ke thënë gjëra të reja dhe të falenderoj që zgjodhe dekalogun që thej që do jesh kandidate për kryetarët e Partisë Demokratike. Puça betejë, kandidate për kryetarët e Partisë Demokratike. Një betejë interesante, e bukur dhe pa diskutim. Ballsali Berishës, Alesia Balliu. Në një moment që u thua, megjithse aty do ketë, ju thatë që do ketë zhvillime të tjera, mund të ketë dhe lëvizje, dhe diçka më të gjerë se sa kaq. Unë do doja të isha përballë kandidatëve që kanë vlera dhe që mund ta çojnë PD-n përpara. Okej, të falenderoj dhe të uroj suksese në këtë sfidë, jo garë. Kjo nuk është garë, kjo është sfida e jetës tënde, Alesia Balliu. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Roland Qafoku, mirupafshim.